Premtimet kyç të partive politike në fushatën zgjedhore janë rritja e pagave dhe pensioneve, si dhe e skemave sociale. Disa nga to kanë premtuar pagë minimale deri në 1.000 euro, rritje të koeficientit në vlerë të 150 eurove, rritje për 50% të pagave në sektorin publik, pensione prej 300 eurosh, shtesa për të posalindurit 200 euro e të tjera. Sipas ekonomistit Fidan Qerimi, Kosova nuk ka buxhet aq të madh për t'i inkorporuar të gjitha këto premtime, të cilat po qëse do të realizoheshin, do të sakrifikonin investimet kapitale që kanë efekt më afatgjatë në mirëqenien e qytetarëve. Niveli i buxhetit nuk është që po na ndryshon, do të nuk kemi të buxhetore që të rrisim pagat dhe pensionet. Ne kemi një nivel të njëjtë përafërsisht buxhetit dhe duhet të heqim dorë prej investimeve kapitale, prej shpenzimeve që i bën qeveria për mirëqenien e popullatës dhe i drejton në këto paga dhe pensione. Padyshim do të kemi zvogëlim të këtyre investimeve kapitale. E njohësi çështjeve politike Basri Muja thot se fokusi i partive është kryesisht në premtime për rritje pagash e pensionesh, pasi thekson se ato pranohen më mirë nga elektorati. Sipas tij, partitë kanë hequr dorë nga identiteti i tyre ideologjik dhe japin premtime vetëm për të përfituar vota. Ne shumica e partive politike operojnë me programe të ngjashme, pa dallime të qarta mes të djathtës dhe të majtës. Kjo ndodh edhe për faktin sepse partitë politike shpesh adaptojnë diskurse pragmatike dhe populiste vetëm për të fituar vota, duke hequr dorë nga identiteti i tyre ideologjik. Premtimet aktuale të partive politike, sipas ekonomistit Qerimi, kanë ndikim jetëshkurtër në mirëqenien e qytetarëve. Kërkesa e qytetarëve nuk është kjo që të kemi reforma, që të kemi përmirësim të performancës ekonomike, por më tepër po merremi me patriotizëm dhe me një politikë shumëtitore, me të cilat do të mund të përfitonim në afat shumë të shkurt. Por mendoj që duhet të fokusohemi në afat gjatë dhe afat mesëm për në efektet ekonomike. E Muja thot se premtimet për paga e pensione kanë lënë hije tema të tjera të rëndësishme për të cilat qytetarët kërkojnë qartësi politike. Plazon politika jashtme, dialogu me Serbinë, raportet me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë çështje kyçe për stabilitetin, sigurinë dhe zhvillimin e Kosovës, por fatkeqësisht gjatë tubimeve zgjedhore deri më tani në masë të madhe janë anashkaluar. Fushata e partive politike do të zgjasë deri më 28 dhjetor në orën 7 të mëngjesit, kur hapen qendrat e votimit.